Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim të përgjithshëm për muajin mars, se si do shkojnë situatat për ju. Dhe e ardhmja në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video në eklipsit, sepse zgjat deri efektet i ka deri në 50 ditë, por dhe video të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do shohim çfarë energji do na vinë në lidhje me ju. Atëherë kemi 4 energji këtu. Kemi energjinë e shenjës Demit, Akrepit, Virgjëresha, por edhe Luani. Te rrota e fatit kemi po të njëjtat energji dhe kemi dhe energjinë e shenjës së Peshqve. Gjithsesi, shoh që në fillim të ju sikur mbyllni një cikël të vështirë. Do lini mbrapa gjithçka që keni pasur deri tani për të filluar një cikël të ri të lumtur. Për një pjesë prej jush, ndoshta në lidhje me një dashuri, me njohje të lidhit ose marrëdhënie tuaja, ku ju keni kaluar shumë vështirësi aty dhe dëshironi të mbyllni këto situata për të bërë një fillim të ri. Ndoshta për ta çuar këtë njohje lidhje para ose në rastin tjetër për pjesën e beqarëve për të hyrë në një njohje të re. Dhe ju shoh që fati do t'ju ndihmoj në lidhje me këtë gjë. Ndoshta ju mund të çoni para të futeni në një njohje, në një bashkëtesë, fejesë, në një finalizim, por ndërkohë ju shoh që ndiheni të sakrifikuar në lidhje me këtë dashuri, ose në lidhje me një person, me një njohje, ose edhe në marrëdhëniet tuaja. Por fati do jetë me ju. Thjesht ju do jeni duke analizuar çfarë keni bërë në lidhje me dashurinë, me personin që keni në jetën tuaj, ose për gjithë ata që do hyjnë në njohje, ose çfarë mund të bëjnë këtej dhe në vazhdim. Gjithsesi, jeni duke analizuar emocionet tuaja. Ndërsa në lidhje me punën, me situata të ndryshme që mund të keni, mund të jenë situata nga ana ekonomike, mund të jenë situata në lidhje me parat tuaja, ose në lidhje me dokumenta të ndryshme, në shtëpi, në familje. Unë shoh që mbyllni diçka aty ose në punën tuaj, ndoshta vështirësi që keni pasur, dhe unë shoh që ju do bëni një fillim të ri. Gjërat do ndryshojnë për mirë tek ju. Dhe fati do t'ju ndihmoj. Thjesht dilni nga kjo energji, sepse ju shoh që jeni duke analizuar gjithçka, ndoshta ju keni punuar shumë, keni dhënë shumë në një dashuri, ose ju keni dhënë shumë në familjen tuaj, në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, para, ndoshta investime të ndryshme që keni bërë, dhe do jeni duke analizuar gjithçka rreth situatave të kaluara. Por ndërkohë, duke menduar edhe si t'i çoni gjërat para. Dhe unë do vazhdoj të shoh energjinë e kartës së botës, çfarë mbyllni dhe çfarë cikli i ri fillon për ju. Atëherë, kemi energji të shenjave të ajrit, energjinë e të dashuruarve, energji ujë. Për gjithë ata që mbyllin një cikël të vështirë, fillojnë një cikël të ri, ju jeni duke kërkuar një dashuri, dhe këtu flasim për gjithë ata që janë beqar, dhe shoh një takim. Ju do njihni një person, do ndjeni shumë entuziazm me këtë person, do jeni duke u takuar, duke shkëmbyer emocionet që keni në lidhje me njëri tjetrin, ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që janë duke kërkuar pjesën e dokumentave, ose në lidhje me blerjen e një shtëpie. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me çështje gjyqësore, ose në lidhje me punën tuaj, me studimet, por dhe me anën shëndetësore. Gjithsesi, u shoh që dikush do t'ju ndihmoj.
në lidhje me punën hyni në një partneritet, është një partneritet i mirë, më falni, është një partneritet i mirë, dërsa në rastin tjetër, për gjithë ata që kanë lidhje me dokumentat, me studimet, me çështje gjyqësore, unë shoh që një person dashamirës do t'ju ndihmoj, ose do t'ju mbështesi. Për pjesën tjetër mund të takoni dhe një person që keni kopa e parë dhe shoh që do ndjeni shumë entuziazm. Do keni lajme të mira në lidhje me dokumentat, sepse kjo tregon lajme, tregon gëzim. Për pjesën, për gjithë ata që kanë qenë në kërkim për të bërë diçka, në lidhje me blerjen e një shtëpie. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet, ku ju do merrni një lajm të mirë, do jeni shumë të gëzuar, por edhe në lidhje me shëndetin. Dhe kemi rrotën e fatit që i thamë energjit, dhe fati do t'ju ndihmoj që t'i çoni gjërat para. Dhe ja të shohim me çfarë ka lidhje kjo. Ka lidhje me energji të shenjave të ujit, energji të shenjës britsjapit. Atëre, fati do t'ju ndihmoj në lidhje me ëndrat dhe iluzionet që keni. Ndoshta ju jeni duke ëndërruar rreth një personi. Dhe mund të keni dhe shumë oferta në lidhje me dashurinë, por gjithsesi ju shoh që keni shumë pasion në lidhje me dashurinë. Ndërsa në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër mund të jeni duke ëndërruar për fëmijët tuaj, ose ju mund të keni shumë opsione, jeni duke zgjedhur diçka, një deg ose diçka tjetër në lidhje me studimet. Për pjesën tjetër mund të jeni duke ëndërruar në lidhje me shtëpinë, me familjen, për të bërë investime të ndryshme, ose për fëmijët tuaj. Për pjesën tjetër në lidhje me punën, dhe shoh që do keni shumë oferta pune, edhe pse shoh që një pjesë prej jush hyn në partneritete. Por gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione, sepse mund të keni të bëni me persona toksik, mund të keni të bëni me situata tensioni ose situata toksike që mund të jeni te vendi punës, edhe pse ju jeni duke ëndërruar në diçka këtu sikur ndryshon. Ndoshta ju mund të ndjeni dhe të tensionuar në lidhje me ëndrat dhe iluzionet që keni. Më falni. Gjithsesi, ju shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por kjo gjë ju ka bërë sepse jemi te energjia e Saturnit, ku ju do merrni mësime, mos qëndroni me ëndrave dhe iluzioneve, por t'i bëni realitet gjërat që ju dëshironi, duke qenë më të organizuar, duke marrë ato mësimet në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, por ndërkohë ju shoh që do mendoni shumë për punën tuaj, anën ekonomike, për gjithë ata që kanë pasur probleme me njerëz toksik, dhe këta mund t'i merrni si në familje, në punë, ose në grupe njerëzish ku ju jeni, ose situata toksike mund të krijohen edhe në lidhje me të ardhurat tuaja, ose ju jeni duke ëndërruar dhe aty mund të keni tensione edhe me persona të tjerë në lidhje me këto ëndra që ju keni. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Ju shoh shumë të sakrifikuar, mendoni se çfarë keni bërë deri tani në lidhje me një dashuri, çfarë keni bërë në lidhje me familjen, me çështje të ndryshme, me anën shëndetësore për një pjesë prej jush, dhe jeni duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër. Jeni duke analizuar çdo çështje dhe situatë që keni. Gjithsesi, jemi te energjia shenjave të tokës dhe jemi te energjia shenjës së denit, te Hierofanti. Gjithsesi, ju shoh që do ndjeni në dilema përsëri, edhe pse jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, në lidhje me një dashuri, në lidhje me një punë ku jeni ndjerë të sakrifikuar, por dhe nga ana ekonomike, ju përsëri do futeni në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave, një pjesë tjetër mund të jeni midis dy situatave, mund të jeni midis punës edhe familjes. Për pjesën tjetër mund të keni dy oferta në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme.
Por gjithsesi unë shoh që në lidhje me pjesën e beqarëve, për gjithë ata që mund të jenë në dilema në lidhje me një person, ju ndjeni të sakrifikuar ndoshta dhe nga situata të kaluara që keni pasur. Do keni një takim me këtë person. Për pjesën tjetër, edhe pse ndiheni në dilema në lidhje me një njohje, lidhje ose marrëdhënie për ta çuar para, unë shoh që ju do harrini ta konsolidoni këtë, ose të çoni para gjërat. Mund të shkoni dhe në altar, mund të bëni një bashkëjetesë, një martesë. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me kontrata të ndryshme që mund të keni te vendi i punës. Mund të jenë kontrata në lidhje me martesore, mund të jenë kontrata pune, kontrata ekonomike. Dhe kontrata ekonomike do thotë që ju mund të shkoni të merrni një kredi për shembull, mund të keni 2 opsione aty dhe ju do lini një kontratë në lidhje me këtë. Në lidhje me dokumentat, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Dhe do marr një pako tjetër letrash. Atëherë shohim përfundimin, si do shkojnë gjërat për ju. Atëherë, ju shoh jemi te energjia jemi te energjia e vendimeve, mund të them, por gjithsesi është karta e të dashuruarve, kemi përsëri kartën e botës dhe kemi kartën e magjistarit. Është një energji fantastike, sepse ju shoh për gjithë ata që mund të jenë në një njohje, ju do merrni një vendim të rëndësishëm me këtë person. Ndoshta të keni një takim, ta çoni këtë njohje para. Për pjesën tjetër do mendoni për të çuar njohjet ose lidhjet që keni, ti finalizoni në një bashkëjetesë, në një martesë. E shoh shumë fort dhe doli te 2 pako letrash kjo. Këtu jeni duke po të vëmë re këtu se jemi te energjia e botës që mbyllni diçka, jeni në kërkim të një dashurie, keni një takim, njiheni me një person dhe merrni vendim dhe ju shoh shumë të dashuruar me këtë person. Për pjesën tjetër, do harrini të ndoshta në një bashkëjetesë, ndjeni të dashuruar me personin, në një fejesë, në një martesë, ose ju merrni vendime për të stabilizuar çështje dhe situata që kanë lidhje me marrëdhëniet në çift, me fëmijët tuaj, me kontrata dhe partneritete të ndryshme, por shoh që dhe dikush do t'ju ndihmoj se del shumë fort kjo energji, por edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, me shëndetin tuaj tham, po dhe me çështje studimore. Dhe shohim këtu te rrota e fatit ku ju jeni duke ëndrruar, keni iluzione në lidhje me dashurinë, do keni shumë oferta. Për pjesën tjetër, mund të jeni edhe në mes iluzioneve në një situatë të mjergullt ku nuk i shikoni gjërat qartë. Për disa prej jush mund të keni dhe varësi të ndryshme, se nuk e thash më përpara, jemi te energjia e Saturnit, mund të jenë varësi të ndryshme, mund të jetë varësi ndaj kafes, ndaj alkoolit, por mund të jenë dhe varësi fizike, por dhe varësi të tjera që ju mund të keni. Gjithsesi, me kartën e botës, shoh që ju i mbyllni këto situata, të vështira që keni pasur për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, tham, për gjithë ata që janë duke ëndrruar dhe kanë shumë oferta, mund të jetë që ju lini mbrapa gjithçka. Gjeni forcën për të ecur përpara. Dhe unë shoh një ndryshim të madh, një cikël të ri që vjen tek ju. Ndërkohë ju shoh që do mendoni shumë seriozisht, sepse jemi dhe te energjia e tokës, kemi 4 energji këtu. Është energjia e shenjës së Akrepit, Virgjëresha, Demi edhe Luani. Dhe ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar diçka. Dhe kjo mund të ketë lidhje me dashurinë, mund të ketë lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me familjen tuaj, por dhe me situata, çështje të ndryshme që mund të keni. Por mund të jetë edhe varësi që ju do të jepni fund gjatë kësaj periudhe dhe shoh një ndryshim të madh tek ju, por ky ndryshim do vi për mirë.
Dhe vazhdojmë këtu, ku jeni të sakrifikuar, jeni në dilema në lidhje me një dashuri, me një njohje, me një lidhje ose marrëdhënie, ose në lidhje me kontrata të ndryshme, ose në lidhje me dy punë, ose dy situata, dy çështje të ndryshme, që mund të kenë lidhje. Këto kanë lidhje si në lidhje me dashurinë, me punën, për gjithë ata që ndjehen në këto situata. Mund të ketë lidhje me anën ekonomike, me kontrata të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Dhe kemi kartën e magjistarit, ku i ka gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Dhe unë shoh që ju do arrini të realizoni gjithçka keni dëshiruar, sepse ju shoh jeni në një energji ku ju i keni gjitha mundësitë. Keni talente, do keni talente gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë në çdo moment ju do jeni duke menduar diçka të re dhe duke realizuar këto ëndra dhe iluzione që ju mund të keni pasur. Është një energji fantastike dhe unë nuk dua ta zgjas të lexim, sepse shoh realizim në dashuri, ju keni manifestuar në lidhje me një person, realizim në lidhje me punën, në lidhje me dokumenta të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, por dhe nga ana ekonomike, sepse tham janë gjitha energjitë këtu. Ju i keni gjitha mundësitë për të vënë, për t'i përdorur gjërat ose për të realizuar gjërat me mençuri. Dhe unë do marrë një mesazh nga angjit për të parë se çfarë ju thonë. Një mesazh nga angjit. Atëherë kemi kartën e diellit. Erdhi një energji fantastike dhe në lidhje me mesazhet nga angjit. Por ndërkohë dielli do shkëlqej për ju. Ju do keni sharm, do keni shkëlqim. Ju shoh që do jeni shumë të lumtur në njohjet mbas këtij realizimi që do keni në dashuri. Ju do jeni shumë të gëzuar, të lumtur, nuk e di, po është një energji fantastike, sepse edhe fati do t'ju ndihmoj në lidhje me situata të ndryshme që keni, do keni sharm. Tham, një pjesë për jush mund të ndjeni shumë të gëzuar me fëmijët tuaj, të lumtur në shtëpinë tuaj, por për pjesën tjetër mund të ketë, është një moment fati, thot, në lidhje me gjithë ju. Thjesht besoni te vetja juaj. Energjia e diellit është një energji që shumë e bukur, që jep ngrohtësi, si në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndërkohë ju do jeni duke mbështetur edhe persona të tjerë gjatë kësaj periudhe dhe jeni në një energji ku keni mundësi që do keni dhe ide që mund t'i vini në praktik, ide të ndryshme që ju mund të keni. Dhe kjo ka lidhje në çfarë do lloj çështje dhe situate që ju mund të keni. Atëherë, gjithsesi kjo është një energji fantastike që erdhi. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe videon e eklipsit, sepse ka efekte të gjata, por dhe temat për dashurinë. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot e radhës.